për sot, a kishë mujtë është ta me bu një mini performance të në studio me nga këndu ndë një kongë, cila po mendojnë që për shtatët, kështu paga shumë e stilin tonë. Po ta këne që ato bashkë ato që është, që e këne zakonisht edhe në banesë, ku përgatitit i qka, ato kam që është të. Cila është kjo? është Alaja me më pashim. është kongë të modhë Sunaj Saraci. Rego, atëherë kur të qeni goate, mundem me fillu. Jetë mija po kalojnë, smërzit e mas pak, jetë lumë tur kam kalum, për gjithmon jam tu i këndum. O jetë mija po kalojnë, smërzit e mas pak, o jetë lumë tur kam kalum, për gjithmon jam tu i këndum. Hala jam i përpashmi, e hala unë këndaj, o gjithmon shok të mi, do t'i disponoj. Me të vërtetë e mrekullueshme, edhe kënga goxha interesante, sepse është një lloj balade, kështu dhe munden me gjetë vetën shumë njerëz. Po, këtë kom mon varim da shumë e kënej mon edhe si ritmika allegro, mon balad, mon që gjithë po. Me të vërtetë kështu goxha speciale, faleminderit që e kënduat sot këtu në studio, edhe me të vërtetë një emocion goxha është fa ndryshe kur e shalla e këndu. Faleminderit shumë, faleminderit për juve, faleminderit dhe për ftesën që më kanë bo, jeni një staf shumë i mrekullueshëm, ju falenderoj gjithë nga zemra, respekte, inshallah sa më shumë punë për juve, respekte. Pa problem. Po ashtu, dhe ishta më fokusu të këtë disa detaje tjera për karierën tonë. Cila është ndërsta një kongë ma shumë që ja kanë kërku me këndu në dosmat ndryshme, apo në ahenjët ndryshme? Po më barë, ka mund tash sezona dorë ma shumë lypin kongë atmosferë. Po. Atmosferë. Kërkesa caktume ndoshta? Po mund tash verës lypin ma shumë atmosferike. Ko e dim ku kom shumë ma shumica lypin, balada lypin ma shumë. Se më vorë edhe kongë mund jenë tash është sezona e dorëzme, është tash mund edhe projekte që jam të bojëm të bo këtë atmosferë që jam. Dhe ko e dim është me balada ma shumë. Pra kemi projekte në zhvillim e si për të verës? Kam projekte, baja kam shumë me thomë dikuna, i kam dikun një 11 i kam. Një 11 i kam, i kam do promë, e kom kryu një album live, e kom postu, e kom qitën, kom do orsma, e kom përvëndu, i kam edhe do projekte, kam edhe bashkëpunime, po ato e në surpriza, pak e kam e një kongtore, pak është kongtore i njoftën, jem bisedime, alo, tash me tregu, s'po mujtë se tash, alo nuk po din qa këna më bojnë, vish, mon, presëm shumë shpejt, kong treja, mon, po, non-stop. Qëfar stili kam me kumë pak a shumë për nërë si ritmike? është kom pak ma moderne, pak. Ata që qëtu që bobon tash moderne, ma atmosferë. Pikrisht edhe këto me ma atmosferë, pra ma ritmike, janë ato kongë që në ndihmojnë ditë për ditë mundi ma mirë dhe dëgjohen nga masa, pra kjo është të rëndësishme që me japë qëka është të do është publiko. Normal, më mundohem tash me qitë që thujnë dhe të gjenë dikun këtë godet dikun non-stop, unë e përvejtë shkaj tash shkojnë banesë, 5-6-7 shkojnë studi rri, dhe në 3-4 më gjezit. Më qelë sa bojgjët. Po, pra nuk ndojlë është pro konstant. Në shta po më vërej pak se sytë më nësëm, non-stop. Pra, 11 projektet ndryshme për një verës, ndoshta kemi edhe këngëtar të tjerë që e lansojnë një apo dy projekte. Jo, dhe unë shumë këmë punu, shumë të adhëm drejtën, bële, muj me thonë në mrena muj i këmë bo, mrena muj 11 i këmë bo. Plus haloj kam, që të mund dorë sa i këmë kru 11, non-stop. Po, e falënderoj mund edhe ne thëmë Exonasonin, Studio Extra. Po, ajo më përshtetja ajo më ka nimu në gjithdo aspekt. Kejtë mu me tekse, vijamredike, inqizime, klipe, gjitha. Ato punohen krejt. Si eksperiencë, cilat përqanë ma shumë pjesa pra e gjithë krimet të një kongës, prej tekste deri të videoklipe? Po, vorë, mund referenit shumica do me referenit më shmaj mirë, mund referenit do me këshy që me bu për me dhejës, me godit. Referenit është... Si ndihesh ndërsta kur e lanë sën një kongë? A e lanë atë kongë ndërsta a ditë me shiju, apo me një herë vazhdojnë të këtjetra? Jo, me herë marro në kryu, në qëtu që të bojmë brana një orë, 2 në e kryu, edhe qesë në vazhdojmë të shka. Po thëmë, e kam vullnetin, po edhe ne të tregua se po bjen shumë me përmend, mon Exonasonin, mon ma jep, mon kutep,
mund ndihmën dhe Po, sërmos se mundësia, këto, sepse është me të vërtet një, mund me thonë që industria muzikës është industria shumë, është bajagi shumë e ronë, do bajagi porëve posta, thënë drejtën. Dhe është ti ndoshta me depërtu, se jo përmendet që nga musha 15 vjeçore që keni fillu me muzikë, dhe e keni marrë dashta hapat më herët, dhe kjo ju ka ndihmu Po, normal, po. Çka e kishte thonë vetës, si 15 vjeçar, me gjithë këtë përvojë që e ki tash? Tash s'muj me besu, edhe më qyshim konë, me morë, po e falënderoj Zotin, edhe e gëzonasonin e përshëndesin nga zemra, ai moni jam këtu na, po kupton se nëse nuk do të ishe këngëtar, çfarë profesioni kishe zgjedhur? Po varet, unë në profesion punoj edhe në restoran, menaxher një restoran, është në Prishtinë, është në Bregdjellit. Po. Është restoran Koma, ato e menaxhej. Menaxher lokalin ato më. Do të ndonjë nëse nuk ishe këndu. A mendon se do të ishe vetvetja? Po, më marr mend që po. Se të njeri vjen veç drejtësia edhe i sinqert në kohë. Kur ti i sinqert, e ki zemrën mirë, besoj që Zoti stu. Na shto baki, po pa hek s'ka kur gjë, kupton? Po. Unë kum hek shumë, po e vlerëzoj zonë deri sot këtu ku jam, elhamdulillah, be Zoti mirë shumë. Cilat kanë qenë ato sfidat kryesore të rrugtimit tënd? Valla bajagi të vështira. Sepse po ashtu i pranë rrethonat dhe këtu në Kosovë si kanë qenë, është normalisht që rrethonat e bujnë vetën edhe kemi kaluar edhe luftën e kështu populli nuk ka qenë gjendje aq mirë sa është sot, pero edhe ajo e ka bu ma të vështirë, por po ashtu edhe teknologjia nuk ka qenë aq avancuar sa është sot. Normal, se din krejt, mund të vesh mos më dosh ti, a kupton? Po. Sot din keq çdo sa ani ki, vesh mos më dosh me punu veç. Për ata ndoshta gjithë artistë të rinj, tani më sot i duhet vetëm vullneti. Si ti ki vullnetin edhe çdo punola. Muzika dën mos më nol korrigjish. Po. Si tregova më ardhmë një këngë e bëj, e çemon e bëj, e çes një të. E bëj për shkak tash ku bën 19. Me shit një kanë çdo muaj me shit me kshy drejt. Po. Normal është. Pra, kjo është një gjë shumë e veçantë tek kjo dhe që me të vërtetë do të vlerësohet. Sepse me të vërtetë kemi ndoshta momente ku mundemi mundi pak të demotivuar apo diçka, por jo me njerë vazhdoni me tjetër. Ka njerë, ka momente ka baki që më dëshpru, e ka da se, po apet ku më vazhdua, se duhet me vazhdu, muzika është sport shumë i ronë, duhet me punu shumë do me punu, do të thomë, aki 5-6 mëngjesit bje, është logarit e 5-6 mëngjesit. Edhe puna tjetër nga ona tjetër, ajo është me të vërtet sfida edhe vetë si person jeni goxha interaktiv. Dhe me të vërtet kështu i gjallë dhe i hapur kjo që me të vërtet kërkohet në këtë industri. Unë jam shumë i thjesht, po thonë edhe jam kështu edhe, jam që thujnë pa dorë, jam shumë i lirë foli edhe kështu. Po. Kupton? Kjo është me të vërtet realitetit dhe realizmi që e kërkojmë tek çdo person që ndoshta tentojmë me bëni biznes me to apo diçka. Edhe shumë e lehtë me bisedu me dikon që thonë ka akoma në tokë edhe e din se ç'është situatë. Normal, si ti je për tokë e ki tëna. Do të qenë njëri thjesht, por për me bë publik, unë më jam kombëtar, pra jam me publik shumë. Ti mundesh me pas me në masi sa duhet, po ti publiki do të me pas për veti.